Pika e radhët të cilën e komunizu edhe të cilën e kom vërejt tek postimet e tuaja rilind është edhe kjo. Islamin e urrejnë sepse është feje pushtuesit turk. Po edhe kjo ndërlidhet me argumentin e parë, sërish mënyra se si në të kaluarën ka ndodhur gjërat për sot më janë të kapërdishme disa gjëra. Më për realiteti ka qenë se gjithë veprojnë ashtu. Edhe tek shumë popull tjerë, siç është puna me vendasit e Amerikës Latine, nga paganizmi, nga politeizmi kanë pranuar katolicizmin e pushtuesit spanjoll. Mirë po sot janë krishtar krenar, në disa vende për tyre madje fe zyrtare është katolicizmi. Edhe e pranojnë ashtu siç është. Nuk e akuzojnë Spanjën. As nuk akuzojnë Spanjën, as nuk me thirrë për kthim në fenë të parëve, as nuk është ndonjë kontroversë që madhe vazhdimisht të ndërlidhe me si e kanë pranuar religionin të parë tanë, a ka qenë me vullneta me dhunë, ka qenë ka shkuar dhe kjo është realiteti i tashëm. Ndërkaq sërish tek diskursi publik shqiptar, përmendëm thon feja e pushtuesit, thuhet se Bizanti ose Perandria Romake nuk kanë qenë pushtues të shqiptarëve. Realiteti është se ashtu bënin gjithë, edhe ashtu shpesh ka ndodhur populli nështruar ka marrë disa tipare nga pushtuesi për shirë dhe religionin. Dhe kështu ka qenë realiteti dhe ashtu si kanë rrjedhë gjërat, njerëzit nuk shkojnë kundër realitetit që ka ndodhur.